sot të ftuar kam Erlon Guri për na folur lidhur me zhvillimet e fundit të lesë qëndrimit, pasi siç dihet ka dalë një qarkore e re. Mundi, ju jeni specialist i mirë i njohur të fushë. Si mund na komentoni këtë qarkore të re? Çfarë të mira sjell e çfarë të këqija ka? Përshëndetje dashuritar, faleminderit për këtë procesin. Po. Ka ca zhvillime shumë interesante kohët e fundit me shkuvonet, por se dini Greqia gjithmonë ka një procedurë që varion. Pas ligjit 526/2025 vitin e kaluar ishte një ligj i jashtëpërsimit të politikave migratore. Si vjet më 6/2/2026 u votuar në Parlamentin e Greqisë ndryshimi i kodit të migracionit 575, për cilën nevojë të kemi një mision në raport të analizuar. Për të analizuar çfarë do thotë kodi migracionit, si aplikohet dhe çfarë përbën ai në fakt çfarë mesazhe ka. Lidhur me këtë zhvillim e fundit mendoj shumë e rëndësishme për gjithë bashkëtarët tanë, kryesisht ata që janë në pritje të rinovimit të lesë qëndrimit, apo ata që kanë humbur lejen e qëndrimit apo kanë një status specifik. E rëndësishme është që ka dalë qarkoria e fundit, jep udhëzime për lejet e qëndrimit dhe pritet implementimi i saj në sa më shpejt. Ende nuk ka filluar zbatimi dhe për më kesh një pikë pyetje, ndërkohë që nga momenti që kemi një ligj në fuqi votuar në parlament, ka dalë qarkoria e re. Këto ditë kemi konstatuar që kanë dalur, edhe pse ka 2 javë që ka dalë qarkoria e re, lejet e qëndrimit nuk kanë dalë në përputhje me qarkorin e re, sepse ligji këtë udhëzim dhe këtë vendim kishte që çdo leje që do të dalë pas miratimit të ligjit do të marrë aftësi vlerë, pra vlefshmëria e asaj nga dita e lëshimit dhe nga dita e aplikimit. Kam konstatuar nga shumë bashkëtarë që lejet kanë dalë në bazë të aplikimit që është bërë dhe jo në bazë të qarkores. Ndoshta ka një pikpyetje që nuk është ende specifike, që kjo mund të lidhet me faktin që qarkoria ka mund të ketë një paqartësi lidhur me faktin që nuk me parasysh lejet që janë aplikuar apo që ato që do të aplikohen aktualisht. Gjithsesi kjo me të vërtetë parë, një risi është fakti që është dhe mundësia e personave mbi 60 vjeç, pra qytetarë shqiptar, emigrant që të marrin situacionin privat, është dhënë një udhëzim drejtorive të decentralizuara Departamentit të Migracionit që të ketë një shtrirje dhe gjithëpërfshirje të dosjeve, sepse ka drejtori që janë shumë të ngarkuara, siç është Palini dhe Pireu që është në 2 drejtoritë më të ngarkuara dhe me vonesa shumë të problematike. Është drejtoria është Alfa të BE në Athinë, por edhe është shumë në periferi që kanë dhe shumë dosje prej tyre, përdisë ato elektronike do t'i adresohen departamentet të migracionit drejtorive decentralizuara në zona ku ka më pak nga tjetër dhe zgjidhje. Pra kjo është lisia për momentin dhe unë ju premtoj që në misionin e ardhshëm do kemi gjëra shumë konkrete lidhur me këtë zhvillim, se është shumë me interes të vërtetarëve. Një sqarim për të thënë se kemi dhe shumë informacione lidhur me vlefshmërinë e VV-s, pra aty të ishte ka disinformim në opinion, ju ritheksoj dhe ju siguroj që të gjithë bashkëtarët tanë që kanë aplikuar për renovimin e lejes së qëndrimit dhe posedojnë një vërtetim, mund të udhtojnë pa limit, pa kufi dhe pa asnjë problemi në vendin e origjinës, sa herë ata e shikojnë të arsyeshme për të udhëtuar. Problem ose pengesë do të kenë ata persona të cilët presin përgjigje dhe kanë aplikuar në vit 2023 apo 2024 të një kategorie specifike dhe shpeshherë kanë aplikuar me persona dhe individa apo këfshin avokat apo persona që nuk janë kompetent dhe dosjet tyre nuk ishin plot. Ata persona fatkeqësisht jo vetëm që mund të rrezikojnë, por do të penalizohen dhe këtu, ishte ajo që ne kemi thënë në shpëtimin e misionet e kaluara, kujdes të nderuar bashkëdhetar. Pse kujdes? Sepse ashpërsimi i ligjit automatikisht përbën penalizim për ju që të thotë rrezikim me burg, rrezikim me vlerë monetare dhe më rënda është fakti që do të deportoheni jo vetëm nga Greqia, por nga gjithë zonën Schengen për një periudhë kohore 5, 7 ose 10 vjet. Kjo automatikisht udhëheq të drejtën e pajisjes me ligjin e Bashkimit Evropian. Mundi, pse tani të qarkoria ka shpesh? Siç e kemi thënë në misionet e kaluara shpëtim, qarkoria është një udhëzues dhe një shpjegues i aplikimit të ligjit. Se ligji ka një pse tani ka shpesh? Sepse ka paqartësi për shumë, ja, siç tham më herët, një kategori që do ta sqarojmë edhe në misionin e ardhshëm është fakti që shumë bashkëtar ose u refuzuar lejen e qëndrimit për arsye se kanë patur të ardhur apo
marrë informacion kohën e dur, ose nuk kanë parë që ka se duhet leje qëndrimit, dhe qartë Korea bën një specifik, do përfshin të gjitha që kanë pasur leje qëndrim në Greqi. Do përfshin ata që kanë humbur lejen e qëndrimit para 5 vjetësh, 3 vjetësh, apo vetëm ata që kanë humbur lejen e qëndrimit para 1 viti. Çfarë thotë Qarkoria? Nëse Qarkoria, aktualisht Qarkoria thotë për ata brenda vitit 25. Nëse dos kjo, atëherë automatikisht kemi përjashtim dhe kemi disifromim dhe kemi shtrëngim të politikave. Pra nuk kemi aplikim në mënyrë të lejit që parashikon ata që kanë pasur leje qëndrimi do kenë një shans të dytë. Fatkeqësisht Qarkoria ja u prevon të drejtë. Kjo Qarkoria ka dalë publikisht? Po ka dalë reduktuar të gjithë detyrat e realizuara, ne po studiojmë shumë shpejt të bëjmë. Mund të bëj një pyetje se ka shumë komente, ka shumë kërkesa në faqen e Facebookut të Albanian TV-s. Mundi që flasim për brezin ton, brezin tim për shembull, për siguracionet private. Kjo e prek. E thash edhe më herë, dhe sigurisht e prek, është e vendosur dhe është sankcionuar me ligj. Nga mosha 65 vjeç e sipër, personi nëse ka më shumë se 15 vjet i ligjshëm në Greqi, automatikisht mund ta largojë lejen e qëndrimit me një siguracion privat. Pra, siguracioni del në bazë, vlera e siguracionit del në bazë të moshës që ka personi. Nuk ka një tavan të kjo për shembull? Nuk mund të ketë tavan, ne kemi kërkuar si diaspor dhe kemi insistuar që ketë tavan ose kemi kërkuar përfshirjen e shtetit siç ka qenë dikur, me qëllim që ky kontribut, kjo pagesë të njihet si pension në të ardhmen, por edhe nuk kemi një përgjigje konkrete, edhe nuk ka një sqarim rreth kërkesave tona. Ajo që është fakti që për momentin janë gjithë përfshirë kryesisht situacion kompanitë situacione. Sepse flasim për brezin e tretë shamon për shembull që kontribuan në Greqi, punuan në punë të bardha, punë të zezë, të mund ta quajmë jo. Përpiqu basin në kontributet pensionet e pjesë. Tash ai ish pa punë, nuk kuptosh vetëm se nuk e merr njëri punë, tash duhet paguaj edhe për të qëndruar në Greqi, apo jo. Sa është minimale e pagesës dhe sa shkon maksimale e pagesës? Kemi ne kufi? Do të kemi parasysh edhe një fakt. Është shumë pozitive dhe do të thënë se që shteti grek në këtë kategori u tërhoq dhe toleroi. Do të thotë u jep mundësinë se kategoritë aplikojnë me situacion privat. Zakonisht nga mosha 65 vjet deri në moshën 70-73 vjeç, 75 vjeç, kosta nuk është shumë e lartë, është relativisht e përballueshme, që fillon nga 120 me 150 euro deri në 300-400 euro. Maksimale sa është? Maksimale mund të shkojë në 900 euro dhe 1000 euro. Po kjo është për moshat shumë madhore, të cilët kanë probleme me shëndetin. Në këtë kategori, duke qenë që ky siguracion nuk është thjesht siguracion vetëm për lejen e qëndrimit, por ofron një paketë shërbimesh nëpër sistemin e shëndetësisë të Greqisë, nëpër spitale, kompanitë bëjnë kujdes që të ketë kosto relativisht lartë me qëndrimin kjo mundësi të bëjë të pjesë. Kjo është filozofia e ligjit. Unë të jap mundësinë të me siguracion privat, por siguracioni privat duhet të garantoj në një disfat, në një moment të largimit nga jeta apo të një aksidenti, të rimbursojë të kompensoj në bazë të vlerës së siguracionit. Po me që ato viteve që ka punuar ky si ka mbular të siguracionit? Kjo është një pjesë tjetër sepse për siguracionet janë vjetore dhe nuk janë nuk janë të përhershme, të përkohshme. Ndaj çdo vit kërkohet që dhe bën deklaratë fiskale që çdo individu, qytetar, të deklaron të ardhurën dhe mbas të ardhurën vënë siguracioni i përkatës. Do të bëj një pyetje se kam jo të rritë, po si budalla që janë. Për shembull flasim për një të moshor 80 vjeç. Ku ti je lekët? Një moshor të 80 vjeç ka dy mënyra natyrale. Së pari do duhet të aplikojë për pension. Si ka moshorë? Ka mënyra të gjithë për pension sepse është pensioni me punë, por edhe pensioni kombëtar. Okej? Pra, bën një gëshëtim të ardhurave me flasim për ata njerëz që nuk marrin pension të plotë. Po pra, edhe një herë, nga momenti që marrin pension janë të siguruar. Para të që, në po themi për ata që kanë pension. Po pra, dhe po them, shteti ta jep të mundësi. Thjesht ka një mungesë informacioni në opinion dhe të bashkëtarët që është prindi apo një moshuar të 80 vjeç dhe nuk merr asgjë. Ai duhet të drejtohet personave kompetent, zyrave kompetente për shefën, dhe ai mund të fitojë pension, sepse thamë, po nuk merr pension për shkak të ardhurave, sepse nuk ka ardhur për konjunkturën e ecme, ai mund të fitojë pensionin kombëtar. Pensioni kombëtar varion diku te 450 euro në zgaboj, por e merr atë në proporcion me pensionin që me Shqipëri.
Në çdo rast, sa i lën të paguajë 20 euro pension në Greqi, automatikisht është dhe i siguruar. Pra është zgjidhje. Thjesht do të jetë zgjidhja forma dhe mënyra ligjore që ai ta zgjidhë. Ndaj ne kemi shtuar dhe instojmë nga hera dhe bëjmë thirrje kujdes nga për personat dhe individët e papërgjegjshëm sepse do vini prej viktimeve. Ky është thënë disa. Ky është një disinformim. Është ka një mundësi dhe mundësia të shtohet se grek. Për lezën nuk e pension, që mos mbetesh pa leje që dimi Greqisë se ke shumë vite, unë të ofroj mundësi të blesh situacion privat. Po më valla, unë kam 35 në Greqi, pse do të mësosh pa leje mua? Pse jam 80 vjeç? Sepse shteti grek konsideron dhe vlerëson që ti për 30 vjet që ke qenë në Greqi, i ke pasur të gjitha mundësitë dhe të punoje në rregullt dhe të aplikoje për të fituar shëndetësinë greke. Erdhi një moment që për arsye të pamundësisë, për arsye të ndryshme, nuk e pati këtë shans, unë përsëri si shtet të jap 2 variante për të zgjidhur. Nuk kam vetëm unë. Janë 100.000, 200.000. 100.000, atëherë me situacion privat. Gjitha kanë gabuar, gjitha pas kanë gabuar. Edhe një herë, unë nuk jap as shteti grek, por edhe emigrante. Unë po bëj një analizë dhe i referohem çfarë thot ligji, sepse nga ndjesisë, sigurisht jam me bashkëtarë emigrantës, e konsideroj të padrejtë. Por kjo vjen i ndëruar shpëtim në kontestin shpeshherë ka një disinformim i cili nuk i jep mundësi të orientojnë bashkëtarët ata për të adresuar precisë probleme. Se shteti grek thotë, unë qytetarët me origjinë emigratore, kam hartuar një kod emigracioni, kam lançuar dhe kam miratuar ligjin specifik, dhe ti si qytetar me origjinë emigratore duhet të interesohesh të informohesh për drejtat e tua. Gjithë cilë kanë qytetarë, por kanë dhe shoqata organizata dhe ekspertë e fushës për të informuar. Dhe më tepër tashmë Albania TV që po bën një punë të shkëlqyer dhe po i stjellon këto problematika. Pra, për të anës sensitive që nuk ka bërë as grek, ne do të jemi edhe të drejtë dhe realist, sepse ka ligji ka qenë aty. Thjesht njerëz që kemi aplikuar, apo fakti për shkakun që dikush në 2023 u adresua dhe shteti grek i dogji, kjo është një padet nga shteti grek, por në fund ligji është ligj. Po ligji ka logjika. Logjika është, vjen dhe shteti grek, dobësinë e tij e korrigjon me këtë nisëm. Si përfundim, kjo qarkore, çfarë pozitive ka në përgjithësi? Së pari thamë dhe më herët, kjo kategori përfshin dhe përfiton mundësinë aplikimit për në ndrimi me situacion privat, kjo është gjë shumë e mirë. Duhet të kenë kujdes sepse ka një disinformim dhe një pasaktësi që qarkullon që mund të udhëzojnë ku duan të çfarë, jo nuk shkon ashtu. Duhet të kenë kujdes, nuk duhet të kalojnë periudhën kohore më shumë se 6 muaj në vend të origjinë apo vend tjetër, sepse nuk do të humbasë lejen e qëndrimit. E dyta, leja e qëndrimit tashmë me qarkullore re do dalim me vlefshmëri nga momenti i miratimit të lejes, pra dhënies së lejes. Por ai që është mundoj më rëndësishëm është fakti që aplikimi i lejeve do të jepet, pra miratimi dhe dhënia e lejes do të jepet në një kohë shumë të shpejtë. Parashikohet 3 deri në 6 muaj, siç e kanë dhe aplikojnë në vendin e Bashkimit Evropian. Pse ndoshet dhe ku do aplikohet? Kjo do të aplikohet me lejet e qëndrimit që quhen kategoritë e sigurta, që janë pjesëtarë të familjes së qytetit grek, janë qytetarët e vendit të emigrantëve që kanë leje qëndrimi 10 vjeçare, 5 vjeçare për lejet e sigurta, janë qytetarët emigrantë që kanë leje qëndrimi me qenë pronar, që janë të rregullt dhe nuk kanë probleme me ligjin. Kujdes. Ligji në Greqi ka një problem dhe mendoj që ne kemi ngritur si çështje, që shpesh herë detyrimet duke bashkëpunuar me sinë brendshme konstaton një shkelje, qoftë kjo një gjop, qoftë një proces fiksor administrativ apo një penal i shfrytzuar para 10 apo 15 vjetësh deri në sistem dhe kjo sjell vonesa. Ne kemi kërkuar që për disa persone është shpallur pa fajshëm, s'ka pse do të bëhet personi për gjykata apo për administrata greke për të vërtetuar pa fajshëm disë atë vendimi i shtetit duhet gjykata vetë se ti bën argumente. Këto kategori do të fundohen, pra ato që kanë probleme me ligjin apo kanë pengesa, sigurisht do kenë vonesa. Kjo çfarë do të thotë? Do të thotë rinovimin shumë shpejt të lejes qëndrimit dhe më tepër shkarkimin ose më lehtësimin e procedurave dhe zvogëlimin e volumit të punës që kanë të realizuar që deri sot e di janë sipas asaj të fundit të shpëtim, në vendet kemi progres në rinovimin e lejës qëndrimit, kemi regres, kemi vonesa dhe aktualisht shifra e aplikimeve prej 540.000 emigrantëve të rregullt që jetojnë në Greqi,
rreth 271.000 prej tyre presin rrymë lehtësimi. Pra, po ta mendosh, është më shumë se gjysma, që është vërtet shqetësuese, ndërkohë që digitalizimi dhe kalimi në një formë elektronike i rrymë lehtësimit duhet të ishte një lehtësim i procedurave, fatkeqësisht ka ndodhur kundërta dhe mendojmë dhe shpresojmë që me qarkuarit e re dhe linjën e ri të ketë një lehtësim dhe përshpejtim të procedurave. Ka ndonjë negative qarkuaria? Ne folëm për lehtësime. Negativet janë ato që thamë më herët, fatkeqësisht specifikojmë që ata që kanë mundur legjitimin vetëm vitin e fundit dhe jo ata që më herët, do të thotë i përjashton dhe u privon drejtën e aplikimit. Fatkeqësisht nuk përfshin askënd dhe asnjë kategori të atyre që janë më shumë se 6.700.000 migrantë që në thonjza u dogjen, ta themi kështu, në vitin 2024 s'kan aplikuar dhe u pajisën një vërtim blu, dhe nuk parashikohet të pakën së shpejti të ketë një ndryshim. Këta 50.000, 60.000, 70.000 këta janë djegur apo ka një shpresë? Për momentin nuk ka si shpresë dhe duhet bëjmë kujdes sepse nëse ata aplikojnë dhe bien viktimë e personave të cilët u premtojnë leje qëndrimi, automatikisht do kenë shumë më të vështirë për të bërë leje qëndrimi sepse me një herë do të ketë realizim. Çfarë do thotë kjo? Edhe nëse ndalojnë nga policia dhe apelojnë vendimin e deportimit, pavarësisht vendimit dhe procesit gjyqësor, policia me ligjin 5226 të vitit 2025, që thash më herët, i deporton ato pavarësisht vendimit. Pra ka lëveshje të ka një mospërputhje, ka një përplasje apo një disbalancë ligjore në cila vjen ndjesh për një tjetër. Për më të shumë të interesante, duke ardhur kontakt me shumë bashkëpunëtorë, avokat, konsulente, që janë të spikatur në fushën e njeriut, janë me 10 ose me 100 vendime pro emigrantëve, por që fatkeqësisht nuk ka ndikuar pozitivisht në deportimin e tyre, sepse policia greke ka pavarësinë dhe ka drejtën me ligjin 526 të deportojë ata. Dhe kjo ka qenë një problem shumë serioz dhe është adresuar më saktë, janë drejtuar gjykatës së lartë për të bërë një specifikim dhe një sqarim të ligjit që mos ketë një përplasje administrative. Ai shqiptari ka unë leje qëndrimit, me atë që thatë jo. Djali ti ka bërë ushtrinë, apo jo? Po. Ka bërë dhe shtëpi këtu ai. Si do të bësh atë? Janë disa pajarësi dhe disa të padrejta në termin e përgjithshëm, të cilët ligji nuk parashikon asgjë. Madje atë që janë kushtatuar ka një mungesë vullneti nga politika që tepër nga qeveria në pushtet, sepse duke ndikuar nga skandalet e tjera normalisht fatkeqësisht politika e migracionit prodhojnë vot, por nuk ka kosto për ata, ndaj dhe aplikojnë politikë që shpesh nuk ndihmojnë emigrantët. Mondi, fatmirësisht juni dhe kryetari i diasporës shqiptare. Ka vënd për rolin tuaj këtu, këtë drejtim? Sigurisht që ka, unë thashë më herët dhe përsërita që nëse diasporë po insistojnë të punojnë në drejtim, madje ne kemi bërë thirrje gjithë faktorëve shqiptarë që të mobilizohemi në drejtim me qëllim që kërkesat tona të kenë një pezë dhe rëndësi tek autoritetet greke që të merren në konsiderat, sepse nuk bëhet fjalë as për disa emigrantë, as për disa mijëra, bëhet fjalë për disa 10.000 emigrantë dhe për llogaritë që rreth 100.000 ky numër që janë të mesazhet së parë kundër Greqisë dhe Maqedonisë se çfarë padëciu bëhet këtyre emigrantëve. Pra ju pak më pak prekët në mbyllje, janë 270.000 pa legalizuar. Sa shqiptarë janë? Janë të ligjshëm, por që presin kanë aplikuar për një ligj jo të pa legalizuar. Janë të ligjshëm, posedojnë vërtimin e aplikimit, por nuk janë në pritje rinovimit të lejes. Pra 70.000 janë shqiptarë. 270.000. Jo, 70.000 janë shqiptarë që rrezikohen. Janë rreth 100.000 që kanë humbur lejen që nuk kanë aplikuar, prej të cilëve për llogaritet që rreth 5.000 janë shqiptarë. Shifra flasë për 45.000, por mendoj duke përfshirë ata që kanë pasur leje qëndrimi dhe kanë humbur të jenë më shumë se gjysmë. Pra këta janë djegur. Këta janë të pamundur për të pasur leje qëndrimi. Qofse ka penesë? Siç e kemi sqaruar, rrezikojnë të burgosen 2 deri 3 vjet apo deri 5 vjet. Çfarë thua? Deportim dhe kjo nuk e thotë mund të bëhet ligj dhe po aplikohet kjo procedurë, rrezikojnë aq më shumë për 7, 5 apo 10 vjet të mos kenë të drejtën e udhëtimit apo të pasë me leje qëndrimi në Bashkimin Evropian dhe rrezikojnë të qobiten me shuma të mëdha nga 5 deri në 5.000 euro. Duke qenë në këtë pjesë zgjidhja në këtë rast të ndëruar bashkëtar sa do e vitutet është kjo. Ju lutemi shumë
në moment që ju ndalon policia dhe nuk keni leje qëndrimi, kërkoni largim nga Greqia me vullnet të lirë. Ligji parashikon çdo emigrant i cili është i parregullt në Greqi, ndalohet me të greke dhe dënohet në sa i deklaron largim me vullnet të lirë në vendin e origjinës, i hiqet penalizim, pra nuk ka asnjë penalizim. Kjo është gjë e mirë sepse nëse dikush largohet me vullnet të lirë, nuk ka penalizime dhe nga i momenti shkon në Shqipëri apo në vendin e tij të origjinës, mund të rikthehet me i rregullt, me faks apo me leje pune duke marrë vizën në konsulatën apo ambasadën greke në vendin e origjinës. Kryesisht shqiptarët në Gjirokastër, në Korçë, Të fillojnë nga e para. po por vini lishëm dhe nuk është i penalizuar. Nëse dikush është kokfort, si do shpeshherë, apo ka një avokat apo një person i cili do ta nxjerrë nga burgu, penalizohet dhe humbet deri për 5 vjet. Mund të pyet e fundit. Kjo është penalizimi i kësaj qarkore apo ka qenë në fillim para qarkores? Jesh ashpërsimi i politikave migratore të vitit kaluar me refugjatët dhe emigrantët në tashmë herë 526 që mori këto masa shumë të ashpra duke hequr drejtën e aplikimit për azilantët, për azilantët e rinj, por edhe emigrantët dhe vazhdoi ky frym klimi i ashpërsimit të politikave të ndaj migrantëve. Kjo qarkore as po as jo. Ky qarkore nuk ka, qarkoria nuk është ligj, qarkoria është shtjelluese, është orientuese dhe është udhëzuese për të gjithë administratët si do aplikohet dhe si do zbatohet ligji 5275 i miratuar në Parlamentin e Greqisë në 6 shkurt 2026. Çfarë do të bëjmë? Mundi falenderoj, mundi. Unë të falenderoj shpëtim. Të dashur bashkëdhetar, këto ishin për sot, mos ndërroni, mos hezitoni nga dërgoni pyetjet e për dhe shqetësimet tuaja në emailin e Albania TV, në faqen tonë në Facebook dhe në çdo formë dhe mënyrë që t'ju shkojnë të arsyeshme për të marrë një përgjegjësi sa më të përgjegjshme në problematikën tuaj. Faleminderit. Ju takofshim në zonë. Shihemi në misionin e radhës.